kopshi pas 2 muaj është bërë për të mos u parë me sy. Isha me pushime o njerës, çfarë të bëja, edhe burri nuk ishte kohë që ta priste, se punon, punon me orar më të gjatë se mua, unë punoj më pak orë, edhe ndaj kam më shumë kohë se ai që të mere me të gjitha këto punët. Ndaja edhe i u futa me radhë kopshit të gjithë, çfarë do shikoni juve tani këtu është as gjysma e punës që hodha, se kishte rënë shi ditët e para, edhe kopshti ishte i lagur, bari ishte i lagur, edhe ngjite gjithmonë tek kjo makineria nga nën të, edhe duhet të ndaloja 50 herë që të hiqja nga bari, të hiqja barin nga poshtë. Ndaj edhe mos e pyesni se çfarë hoqja, do më thoni nuk prisja do sa të thaj, nuk prisja do se këtu shi mund të bjerë një ditë, mund të ndaloj një ditë, ditën tjetër do filloj prapë. Që kështu kishte 2 ditë që nuk ishte rënë shi, po sado që ashtu bari ishte i lagur, edhe më lodhi shumë, siç mund të shikoni. Tani e gjeta dhe unë kohën për ta prerë, se dhe unë sa u kthyem nga pushimet nga Shqipëria dhe nga Greqia, filloja shkollë me një herë, filloja punë, edhe nuk kisha dhe unë kohë që të merresha, pastaj sa të pastruaj gjithë shtëpinë, brenda nuk bëhej, po më në fund ja dola mbana, e pastrova, e bëra fush futbolli për të lojtur djali, ndaj e dua kopshin unë, vetëm për të lojtur djali, as edhe një tjetër. Më thoni që ta mbjell gjëra, nuk mbjell hiç gjë. Të kaloni bukur.